me këthy për blokët e partë të marketingut, në u dash me nëllë që unë zëjsi të ota. Ja të kanë rëjë, s'kanë rëjë neqë. Neqë që s'po ka zënë që të kanë rëjë në Shqipni. Jo, në Zhvëdin jo ma e ri, më në më rëjë, po... Ja, me kalëzun e që sonte që kanë rëjë Shqipni. Unë ja fali me një herë. Nuk janë gjallë ma, ata s'njonit, po më dhe pi aty... Jo, po, kun ka për rakina këna, po du. Jo, spira. Nuk janë gjallë të më unë ti i ke vroa, që shë problem? Jo, i ka vroa zote, se në mërëna 2 vite, dhe më dhona, s'njoni mon, prej aty në 12 vetëve, si janë gjallë. Ti për të pantallë të shkurt. Që lejnë në veri, kë momës ma lëvdojnë verën nëse se... Unë e verën, po e në verën si antifashist e respektaj. Po delmi për... A dolë me të një deklaratë e Sali Berishës, falë, për e në verën, e kam regjia në dajqën që ka thët ish Kryeministri i Republikës Shqipërisë, ish President e Republikës Shqipërisë, Sali Berisha, ishtë të ngujmë. A fet, më falë, po thëmë a priori, jo me të ndalu, ti mund është ka dush me full. A fet në Zhvëdin Sfahiu ka shenca politike e shoqërore. A ta ngujmë? Po ky mjek, i cili i ka nejt, veç kom që halohen vërhujës. Po, a ta ngujmë, regjia? Në për shumë intervista, doktor ke deklaru që Kosova është shit nga Fadil Hoxha dhe Enver Hoxha. Nga Enver Hoxha, primarisht, pastaj Fadil Hoxha, pa diskutim, sepse, Sadri, ka një letër Enver Hoxha, po i lam luftën, po mas luftën. I drejton shokut Stalin, ku i thot, shoku Stalin thot, edhe për çështje sigurie, thot, ne mendojmë se Kosova duhet jetë me Jugoslavinë. Dhe ka një gjë tjetër, se ne kemi fatkeqësira në jo vetëm në memorje, po kemi disa probleme tona, si shqiptarë. Edhe në vitin 82, tek titistët, a i thot, nuk veprova gabim. Ashtu na thoshte menja ime, thot, po them se nuk kam vepru gabim. Unë mund të përmend këtu me 10 dokumenta. Fadili e vërteta është që abrogoj në një mbledhje në Prizren vendimin, ose miratoj vendimin që u morë në Beograd nga Rankoviçi për Bunjanin dhe Fadili ndolli këshillin në Prizren dhe e abrogoj. Tani, natyrisht, e abrogonte se abrogonte Fadili, ajo ishte abroguar nga Shqipëria dhe Beogradi. Por Fadili dhe ka një përgjegjësi të jashtëzakonshme në masakrat që u kryen në Kosovë. Sepse Kosova kishte e kishte në lëkurë, në shpirt, në zemër, plagë të e pushtimit serbë dhe nuk gënjehej. Në një kohë kur brigadave tona, qytetarët e Kosovës, i thristin vlezër mirë se erdhë, këta u thoshin bashkim vllazërim me serbë. Ata kërkonin bashkim me Shqipëri, këta u thonin bashkonin me serbë, këto janë të gjitha të vërteta. Dhe morën pjesë, i kanë duart me gjak gjerë në Bryla, në masakrën e Tivarit, dhe që ka ngellë se masakrën e Tivarit janë ekzekutuar, si pas historianëve, nga 2.000 gjerë në 6.000 shqiptarë, vështirë të gjerë ashtu, po shumë më tepër janë ekzekutuar në gjithë Kosovën, pa u nisë për në Tivar, në të gjitha këto, me Regjia? Nale more, heqo këtë farë rëndë. Pse? Po kjo rëndë. Pse o rëndë? Kjo sikur me hiju në kirurgji. Më spori, ku i kam mësu këtë fakte? Me thonë mirë pa u sholle, Enver Hoxha, Fadil Hoxha. Letrën tha e ka dërgu Stalin. Ma jëbre, qëfar bre, po unë e ku mbëtue. Unë e ku marë letrën në Beograd, në fundin e Konstitutit. Qëka tha në letrën? Masni ju lutëm. Masni, ta e në renta. Ta për politike, për fotele, edhe nonën e vetë e shojnë. Kjo është marrija të shqiptarët. Nuk është e vërtet. Letra është shkrue me 2 shtator 1949 dhe është dërguar Stalinit. Që thët? Enver Hoxha, ku i thët se Tito
dhe Jugoslavia, Rankoviqi, Gjellosi, kompania, po pregaditën në visët shqiptare me jo hjek grave këtë Ferexhen. Se mu adaptua sikur që jo është ndaluar Ferexhja në Turqi edhe me krijuar kombin turq. Prej 1914 turqve në Kosovë 48-ën, 53-ën me këtë politikë të tyre bëhen 54.000 turqë në Kosovë. Ka erdhen ata, pe i marë si erdhen, pe jënë krijuar me stupc, me intriga, me punë të ultat, pista. Edhe, që ndodhe, vdis Stalini atje. Stalini ka qenë një vrasës, kuptohet. Na e dim atë punë. Por, Tito e bëri marrëveshjen gjentelmene, që ta kom reklamuar. Gjentelmene me tërsh, po. Ashtu, Tito Kyprili. Kyprilia ishte me origjinë shqiptare. Edhe e bëri atë. Mirë po sa i takon Tivorit. Masakër Tivorit. Ju lutem, Tivori ka të bëj me Milovan Gjellosin. A i ka duhet me gjak, fatë një gjaju. Boba i Milovan Gjellosit e ka vro Isa Boletinin. Neve nga ka thonë oficerin mjedis Beogradi dhe kemi bërë film, dokumentar me atë oficer. E ka vro gën edhe ashtar Limon Rëshitit, evna janë këta. Edhe une nga ka thonë mjedis Beogradi të qojtaj, e këmë vro atë burë vegan. Edhe mu e mbrejnë dërgjegja, më kanë thonë se jeni historian, je morë me kërku falje, se une e këmë vro gën, se këmë ditë kush është. Baba i Milovan Gjellosi. Jo, ai oficeri ushtari. Ato e ka vro Boba i Milovan Gjellosit, edhe ja ka marë pushkën. Do mi të një apajtosh? Na, se jesë bërç. Po? Shka bon, Milovan Gjellosi e merë familjen dhe vendoset në një katon pes atë. Po më stinë dhe të po? Palazzo vendoset në pes. Nuk e diku. Në Drenicës. Po më stinë me katon, të ashte me vlaugjë. Drenicës e dhe veshnja 2-3 herë kanë rru venin, edhe shqiptarët ju kanë hakmarë. Po? Kur fillon tash mobilizimi, krejt për luft, krejt për front, Milovan Gjellosi e jep urdhnin. Tragedia në që vedin është dosh me ndodhë në Shkodër. Aty, po, unë jom autori librit Tragedia e Tivorit. E ka shpëtue një oficer i Enver Hoxhës, është quajt Hysni Vula. Se e ka shty atë Sërbin, kënë se për vret, edhe tani i kanë vronja 30 të buna, aty ka e kalojnë bunën. Eta, kur kanë shkuë në Tivar, unë kom shkuë, është një shpel të gjemin, quë. Edhe e kom marë një tëj 50 metra. E kom lidhë me gullat, në fund të e kom shuë se ku fundat i kanë marë i kanë gjuat një shpel. Edhe hajde, dikur e poshtë që s'kafën ajo. Shpel rejtëtja, ka shpela aty plot, edhe jam këthyje 1.000